tjetër koncesion në diell, një tjetër aferë që mban era korrupsion, e ka emrin Ëngjëlla Galliu, 40 vjeçar nga Terpani i Beratit, që deri dje lyente beton për Pëllum Salillarin. E sot firmos projekte 80 milion euro. Si? Me 100.000 lek dhe një leje qeverie që vlen sa një thesar, në shkurt 2023 Galliu themelon një kompani me emrin Albania Solar Power me 100.000 lek kapital, pa përvojë, pa aset, pa histori, as biznes as karrierë as pronë, por kjo nuk e ndalon qeverinë të japë me VKM një leje 82 megawatt për ndërtimin e një parku fotovoltaik në Boçov të Fierit, një projekt që kërkon mbi 80 milion euro investim. Pyetja që u lëret vet, kush është vërtet Ëngjëlla Galliu dhe më e rëndësishmja, kush fshihet pas tij, sepse qartazi kemi të bëjmë me një prestanome, një emër falso që mbulon fytyrën reale të përfituesve. Ska bank që jep kredi një kompanie të sapo hapur me kapital sa një faturë OSHE-je. Ska investitor serioz që beson një projekt kaq kolosal, kur prapa nuk ka as garancia as përvojë as besueshmëri. Po atëherë si u dha leja? Pista më e fortë shpihet te biznesmeni Pëllum Salillari, njeriu i betonit dhe i çdo tenderi që ngrihet mbi themele klienteliste. A Galliu ka qenë punëtor i Salillarit dhe tani si me magji merr një leje energjetike me peshë strategjike. Rastësi? Apo jemi përballë një skeme shumë më të madhe? Tregtia e licencave energjetike që po nis të funksionojë njësoj si dikur tregu i heceve. Kush ka mik, kush ka lek, kush ka lidhje merr licencë. Më pas ja shet ose e përdor si garanci për para të pista. E pra pas një vendimi të Këshillit të Ministrave, mund të fshihet një rrjet korrupsioni, pastrimi parash dhe trafik influence. Ky nuk është më një skandal, por një rrezik për sovranitetin energjetik të vendit. Dhe qeveria po vendos në duar të dyshimta një burim strategjik kombëtar përmes një punëtori betoni me 100.000 lek në xhep, ose më sakt, përmes një skeme që fsheh fytyrat e vërteta pas një emri të ricikluar. Nëse pas kompanisë Albania Solar Power qëndrojnë persona të tjerë, atëherë ekziston risku i madh i korrupsionit ose pastrimit të parave, sepse pas një prestanome mund të qëndrojë kushdo, nga pushtetarët tek trafikantët dhe ndoshta edhe oligarkët që nuk duan të dalin sheshit. Spak, a jeni në linjë apo është shumë diell për sytë tuaj?